Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një bimë që shumë prej jush e hasin në natyrë, kryesisht në për shkëmbinj të qarë, në për maja kepash, në për rrëza muresh, ose aty ku gëlqerja, si të thuash, është kthyer jo më si një material ngjitës për muret, po si një material ushqyes për bimët. Dhe kjo bimë është trumza, le ta themi, e egër. Ose, po të bëjmë një krahasim me trumzën, kjo i ka gjethet shumë më të vogla, i ka lulet të bardha tamam si trumza deri në një ngjyrë bojqielli të lehtë. Emërtimi i saj në shqip, Bishtmiu julian. Emri latinisht i saj, Micromeria juliana. Bima e vogël që na sjell në gotën e çajit aromën e malit. Në shqip njihet ndryshe, si trumzë e egër, si drokth ose bishtmiu. Zhvillohet, rritet aty ku shkëmbi çahet pak, aty ku ka pak dhe bie pak shi dhe shumë dritë. Kaq i duhet bimës që kjo të shpalos me të vërtet vetitë e saj dhe Bishtmiu julian të zhvilloj jetën e mbushur plot e përplot me parfum dhe mikroelemente. Është një bimë e familjes Lamiace, pra në familje me nenexhikun, me trumzën, po në këtë familje është dhe kjo, gjinia është Micromeria juliana. Kur e soditim në lulëzim, kjo bimë ka që imët të kujton se forca nuk matet me madhështi, me përmasa, por me atë që qenia, që bima është në gjendje të japë. Dhe të gjitha këto mikroelement, kjo bimë i mbledh, si thuash, ose fatin e saj e lidh me atë pak dhe në përplasaritjet e shkëmbenjve. Gjatësia e saj nuk shkon më tepër se 25-30 cm, pra ja le ta shikojmë këtë, që ne kemi vjel po thuajse, ja. Është një bimë barishtore shumë vjeçare dhe nëse do të shikojmë gjethet drejt bazës poshtë, ato janë me të vërtet tamam si gjethet e trumzës, gati të gjata 3, ndoshta 4, 5 deri në 8 cm gjatësi. Ndërsa gjerësia e tyre është shumë e vogël, mund të shkojë 1 deri në 1.2 cm në bazën e saj, ndërsa sipër ajo mund të na shkojë 2-3 mm gjatësi dhe gjerësia 1-2 mm. Nëse do të marrim këtë bimë dhe ta distilojmë, do të marrim afërsisht 2% vajra esenciale, që do të thotë në 100 kg bimë nxiren maksimalja deri në 2 kg vaj esencial. Nga analiza e kryer në gaz kromatograf dhe në spektrofotometër, aty identifikohen 60 deri në 64 komponime kimike, kryesisht monoterpenet dhe seskuiterpenet, ku përfshihen alfa-pinene, beta-pinene që ndodhen si thuash tek pisha, bredhi, rozmarina, limonene, linalol, borneol, të cilat ndodheshin që ne i kemi hasur tek limoni, borneoli, beta-kariofilen, që është një ndër komponentët më të rëndësishëm tek kjo bimë. Pra, beta-kariofileni, që unë e përmenda më sipër, që luhatet në një përqindje, në gjithë përqindjen e vajit esencial, gati 12 deri në 15%, është ai përbërës i cili ndikon në largimin e radikaleve të lira nga organizmi dhe njëkohësisht është një përbërës antikancerogen. Përbërje të tjera, fenolike, karbakroli që ndodhet, timoli karbakroli që ndodhet edhe tek trumza, edhe tek Bishtmiu julianit, ose le të themi trumza e egër ose trumza e julianit. Pra, timoli, karbakroli, eugenoli, acidi rozmarinik, acidi klorogenik dhe kafeik janë ndër më të qëndrueshmit në vajin esencial të kësaj bime. Njëkohësisht, tek flavonoidet le të veçohen apigenina, luteolina, rutina dhe glyceroli. Pra,
po t'i shikojmë këto fitokimikate që ndodhen tek flavonoidet, që janë në një përqindje të konsiderueshme, gati 12% në gjithë përbërjen e atij vajit esencial, kësaj bime e japin me të vërtet cilësi dhe atribute ndihmuese shumë të rëndësishme në shëndetin e njeriut. Përbërjet më me rëndësi janë komponentët kryesor bioaktiv, apigenina, luteolina, acidi rozmarinik, që është edhe njëkohësisht kundra këtyre inflamacioneve, acidi klorogenik, këto alfa-pinenet, beta-pinenet, linaloli, borneoli, timoli, beta-kariofileni, që unë përsëri e përmenda dhe më sipër, që kanë veprim sa antioksidant, aq edhe anti-inflamator. Aktiviteti antioksidant i Micromeria juliana ka lidhje me polifenolet dhe acidet fenolike që ndodhen në brendësi të këtyre luleve dhe gjetheve, flavonoideve dhe tanineve, substancave rrudhëse të cilat kanë aftësinë të neutralizojnë radikalet e lira, po aq të ndihmojnë organizmin edhe ndaj sëmundjeve të ndryshme kronike, njëkohësisht për të frenuar plakjen, pranisë së acidit stearik dhe inflamacionit. Së dyti, kjo bimë shquhet shumë për një veprim antidiabetik dhe antilipidemik, që do të thotë eksperimente të kryera nga minj në laborator kanë vënë re se brenda një periudhe 4-6 orë çaji i bishtmiut julian ka përmirësuar shumë mirë nivelin e glicemisë në gjak. Po kështu, përdorimi afërsisht për një periudhë kohe, 2 deri në 3 javor, rregulloi shumë mirë nivelin e lipideve të yndyrnave dhe të kolesterolit. Pra, njerëzit me diabet është mirë që këtë bimë që e gjejnë nëpër kepa shkëmbish, nëpër rrëzamuresh, nëpër vende ku ka shkëmb, ku asgjë duket sikur s'ka jetë, atë bimë që e gjejnë, që ngjan me gjethen e trumzës, është mirë ta marrin dhe ta kenë tamam si një mikesh të tyre, pasi ndihmon shumë mirë në uljen e nivelit të glicemisë në gjak. Por jo vetëm kaq. Ndihmon në tretjen, largon si thuash fryrjet e zorëve nga gazrat, ndihmon në dispepsin dhe në dhimbjet e lehta të stomakut. Në shumë zona kjo njihet edhe si bima e stomakut, fal atij veprimi që unë e përmenda më sipër, qetësues i dhimbjeve të tij. Një bimë që është sa antimikrobike, po kështu edhe antifugale. Pra, thash, është në familje me nenergjikun, me rigonin, me trumzën, dhe ashtu siç rigoni dhe trumza luftojnë mykun, po kështu edhe Micromeria juliana është e suksesshme për të përdorur për luftimin e myqeve në organizëm, qoftë edhe ato në lëkurë. Ka një efekt anti-inflamator, fal acidit rozmarinik dhe flavonoideve që reduktojnë inflamacionin në zorë, në nyje, në rrugët e frymarrjes. Pra, nëse kemi dhimbje nëpër kocka, kyçe e kështu me radhë, është mirë që ta përdorim. Le të vemi pak tek një përdorim ose tek një fjalë e urtë shumë e përdorur në zonën e Gramshit, ku njerëzve të dobët, njerëzve që ju thyeshin kockat shpesh, ju thoshin, ti je bërë për drogth, dhe drogthi ishte kjo bimë. Dhe pikërisht, unë fal kësaj fjalë të urtë të popullit të Gramshit, u detyrova dhe thosha, kush është kjo bimë që kryen këtë mrekulli tek njerëzit që ishin me kputje trupore, me dobësi kockash që smureshin shpesh e kështu me radhë. Dhe më tregojnë, drogthi ish ky, kur e marrë shikoj, bëj fjalë për këtë bimë. Dhe ata e përdorin kur njeriu me të vërtet kishte arritur në atë pikën e tij të fundit. E pse ta lëm ne veten, ka ta ndisemi në atë gjendje kur neve këtë trumzën e Julianit e kemi në çdo vend në Shqipëri, sidomos aty ku ka shkëmbinj. Dhe kjo bimë, le të vazhdoj më tutje, është e mrekullueshme për shëndetin respirator, pasi qetëson kollën, lehtëson nxjerrjen e sekrecioneve dhe sidomos ato kataret në rrugët e sipërme të frymarrjes, qoftë kur kemi të ftohtë, qoftë edhe kur kemi viroza. Është një ndër bimët më të mira që ndihmon në rritjen e imunitetit.
Kjo ndihmon organizmin që të përballojë më mirë infeksionet fal atyre vetive që unë përmenda më sipër, por njëkohësisht edhe të atij acidi të rozmarinik. Bima, fal kaliumit që ka në brendësi të saj, është një bimë që ndihmon në shëndetin kardiovaskular, por jo vetëm kaliumit, por edhe ato flavonoidet që i përmendëm më sipër dhe acideve organike. Kjo bimë ka merit të kontribuojë në rregullimin sa të tensionit, po aq edhe të kolesterolit. Dhe këto që unë i përmenda janë plotësisht të vërtetuara në laboratore shkencore me minj. Bima ndihmon shumë mirë tretjen dhe inflamacionin. Le të vemi në disa përdorime praktike të tyre. Së pari, bima e bishtmiut julian, ose le ta themi ndryshe, trumza e egër ose trumza e julianit. Shiko, emërtimi shkencor i saj ka lidhje me këtë, mikro e vogël, pra materiale të vogla të imta që me të vërtet përbëjnë bimën një të tërë. Pra po t'i shikojmë, gjetëza shumë të vogla, pun 1-2 mm të gjera, pun 3-4 mm të gjata, përbëjnë si thuash gjithë strukturën e këtij kërceli. Prandaj mikromeria dhe juliana është mbiemri i kësaj bime, duke marrë emrin e atij shkencëtari që u mor më shumë me studimin e vetive më të qëndësishme të kësaj bime. Dhe tashin le të vemi tek pse pikërisht në zonën e Gramshit thuhet kjo fjalë e urtë e popullit i e bërë për drogë. Pra, bima që forcon sistemin imunitar, forcon kockat, i ndihmon ato që të mos thyhen, përdorej historikisht në zonën e Gramshit në këtë mënyrë. Merreshin 2 herë në ditë nga 7-8 fije nga bima. Atëre, ja këtu. Këto ziheshin në një xhezve, vlonin 2 deri në 3 minuta, që në rastin tonë konkret do ta përvlojmë, dhe afërsisht piheshin 2 deri në 3 gota në ditë, duke e ëmbëlsuar çajin me mjalt gështenje ose me mjaltin shumë lulësh. Pra, çaji i parë historikisht në një zonë të gjerë të Gramshit përdorej në këtë mënyrë. Ja, 2 deri në 3 gota në ditë. Kjo ishte një nga mënyrat më të para tradicionale. Le të vazhdojmë më tutje. Unë nuk e përmenda kot që përdorimet e kësaj bime t'i gjëja jo vetëm më në atë zonën e Gramshit, por të shikoja a kishte me të vërtet materiale shkencore dhe në të vërtet unë gjeta bol materiale. Nëse doni, ne mund të afishojmë pasi të mbarojmë emisionin në ekran dhe ju t'i shikoni ato. Puna është bërë shumë e kujdesshme edhe nga ana jonë. Dhe tashtin, le të ecim më tutje duke i dhënë një gjerësi përdorimit të kësaj bime në familjen tonë. Si mund të veprojmë praktikisht? Në 1 litër ujë, neve mund të zjejmë afërsisht 5-6 fije trumës juliani. Kësaj do t'i shkonte më mirë emri trumës, pasi është trumës e egër, se sa bishtmiu, por le t'i qëndrojmë korrekt dhe strikt emërtimit të profesorëve të mparshëm që e kanë vendosur këtë bimët që ndodhen në florën ekskursioniste të Shqipërisë, pra bishtmiu julian, kështu do t'i gjendet. Atere, le të marrim dhe të fusim 5-6 fije bishtmiu julian. Mund të fusim 2 deri në 3 fije të lules së basanit. Le të themi që ne do ta demonstrojmë këtu, por kuptohet që ajo në familje do të përgatitet në një çajnik ku të nxej afërsisht 1 deri 1.5 litra. Pra, 2 fije basani, do të marrim pak lule bishtamithi. Duhet të theksojmë që trumza
ose bishtmiu julian. Është një bimë që është provuar, nuk kryen asnjë kundërindikacion në organizëm nga kombinimet me bimët e tjera. Pra, nëse do të fusim trumzën Micromeria juliana, lule basani, 1-2 lule bishtamithi, 2 fije çaj bjeshke, pra rigonin e kuq, ose qoftë edhe të çajit të jugut, të cilat kjo i pëlqen shumë, dhe së bashku me 1000 fletshi, le të përgatitej me të vërtet një çaj familjar, ku të vloj 2 minuta, në mënyrë që të gjithë mikroelementet, flavonoidet, polifenolet që ndodhen në gjethet dhe lulet e këtyre bimëve të injektohen lirshëm në çajin tonë. Atëherë, nëse ky çaj do të merret për shembull 2 deri në 3 gota në ditë i shoqëruar edhe me pak mjalt, përfitimet në drejtim të sistemit të tretjes dhe të largimit të gazrave nga zorët do të ishte i mrekullueshëm. Për ta bërë po këtë çaj me veti më të shumta antivirale, mund të shtonim në çaj edhe pak sherebel, trëndafilin e shkëmbit ose dhe lulen e shtogut. Por, nëse do të fokusoheshim vetëm në drejtim të përdorimit të këtyre pak bimëve që unë vendosa në gotën e çajit, atëherë do të shikonim që bimët do të na jepnin një përfitim shumë të madh sa në drejtim të tretjes, po aq edhe të largimit të gazrave nga zorët. Nëse do t'i shtonim dhe trëndafilin e shkëmbit, çaji do të bëhej më shumë një çaj antiviral. Si mund të përdoret kjo bimë për të ndihmuar në largimin e ankthit dhe të stresit? Pra, unë e përmenda që kjo bimë ndihmon në një mirë rregullim, në një mirë tretje në sistemin tonë të tretjes. Dhe nëse ne do të kemi me të vërtet një sistem tretje të shëndosh, të jemi të bindur që edhe sistemi nervor ne do ta kemi shumë të qetë. Por si mund të veprojmë praktikisht? Atëherë, për të marrë përfitimet e atyre mikroelementeve që ndodhen tek bima e Micromeria juliana dhe për ta përdorur këtë bimë në drejtim të qetësimit të sistemit nervor, atëherë neve mund të themi që mund të veprojmë në këtë mënyrë. Pra, marrim 5-6 fije bishtmiu julian, i hedhim në një tenxhere, shtojmë në të bar blete, një dorë ose një lugë gjelle me barin e bletës. Pra Melissa officinalis është e mrekullueshme për qetësimin e sistemit nervor. Do të shtojmë në të mëtej lulen e basanit, edhe kjo një qetësues i mrekullueshëm sa i sistemit nervor, po aq edhe në drejtim të sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra 2 fije nga lulet e basanit, t'i hedhim në atë tenxhere për shkak që na mban 1 litër ujë, mund të shtojmë në të pak lule bliri, do t'ishte i mrekullueshëm bliri i kuq, pasi le të themi vlerat e tij shëndetësore janë gati 2 herë më të mëdha në raport me blirin e bardhë. Dallimi midis blirit të kuq dhe të bardhë është shumë i thjeshtë. I bardhi lulen e ka më të madhe dhe ka një pluhur, ndërsa i kuqi asnjëherë nuk krijon pluhur. Pra, hedhim edhe blirin e kuq dhe mund të shtojmë në varësi edhe nga çrregullimet e sistemit nervor. Për shembull, ky do të ishte një çaj i mrekullueshëm për familjet tona, sidomos këtë çaj neve mundet që ta përdorim në darkë. Pra, e marrim, e përvlojmë me ujin e nxehtë, e lëmë afërsisht 10-15 minuta në mënyrë që bimët të injektojnë në çaj ato fitokimikatet që neve i përmendëm më sipër që i ka kjo bishtmiu julian, por njëkohësisht edhe të bimëve të tjera. Pra, çaji do të bëhet shumë i pasur me këto mikroelemente. Pra,
duke e marrë këtë çaj në veçanti në mbrëmje, ne do të vëmë re që qetësimi i sistemit të tretjes dhe i sistemit nervor do të filloj brenda 4-5 minutave nga momenti i marrjes së çajit. Dhe nëse kemi një pagjumësi prej kohësh, mirë është që në çaj të shtojmë edhe një lugë çaj nga rrënja e valerianës. Jo më kot e përmenda më sipër që bishtmiu julian ose Micromeria juliana ka dhënë efekte në luftimin e qelizave kancerogjene. Por, nëse ky çaj do të përdorej në këtë mënyrë, të marrim rrënjën e radhiqes ose të gjethes, por që rrënja është më e fuqishme, të marrim trumz juliani afërsisht 10 fije, pra të marrim rrënjë radhiqe ose dhe gjethe radhiqe, por radhiqe do të përdoret më shumë, të marrim gati 10 fije trumz juliani, pelin të ëmbël, një lugë çaj me rrënjë shpendre, t'i zjejmë bashkarisht dhe do të fillojmë. Pasi kullohet çaj, mund të pihet 3-4 herë në ditë nga 100 ml, duke shtuar në të, gjithmonë nga pak propolis me rigon dhe nga një lugë çaj me mjaltin e gështenjës. Atëhere, përfitimet në drejtim të rritjes së rezistencës së organizmit, fuqizimit të organizmit, të largimit të radikaleve dhe në zvogëlimin e qelizave kancerogjene, sidomos në sistemin e tretjes, njerëzit duhet ta ndiejnë këtë brenda një periudhe kohe shumë të shkurtër. Një çaj tjetër që mund të përmendet ose të përdoret trumza e Micromeria juliana mund të shoqërohet me të gjitha llojet e bimëve mjekësore, sa nga bishtamithi, bliri, borziloku, rigoni, trumza, për fuqizimin e sistemit ton, sa të tretjes, aq edhe të rrugëve të frymëmarrjes. Nëse do të marrim për shembull një person i cili ka kruarje të lëkurës ose irritim, atëherë për një përdorim lokal mund të përdoret ky çaj i Micromeria juliana, plus mund të shtojmë në të afërsisht rigonin dhe trumzën në mënyrë që këto përbërësit aktiv, pra timolin, karbakrolin, t'i rrisim në përqendrim, të shtojmë edhe pak kamomil dhe me këtë çaj të përdoren këto larjet e lëkurave kështu, ky do të ishte i mrekullueshëm si një qetësues i lëkurave të irrituara. Mandej, me vajin e Micromeria juliana të shoqëruar ndoshta bashk edhe me ndonjë vaj tjetër, pra për ta holluar, për ta tretur, mund të përdoret duke përgatitur një pomadë që të vendoset pasi çaji është tharë. Kjo do të ndihmonte në mbylljen e plagëve të vogla dhe në irritimet e lëkurës. Treguam për këtë bimë që ndoshta e keni parë në natyrë dhe nuk i dinit as emrin, as përdorimin. Dhe le të theksojmë, nëse ne e kalojmë atë dozën që unë përmenda, 2 deri në 3 herë nga 5-6 fije në ditë, a mund të shkaktojmë dëm në organizëm? Jo. Me shumë kujdes, këtë duhet ta përdorin për shembull gratë shtatzane që mund të përdorin 5-6 fije në ditë, fëmijët e vegjël që mund të përdorin 5-6 fije në ditë, të bashkë shoqëruar edhe me këto çajrat që unë e shpjegova, dhe asnjëherë nuk është përmendur, as ata shkencëtarët që janë marrë me studimin e kësaj bime, nuk kanë parë ose nuk kanë hasur reagime negative në organizmin e njeriut. Do me thënë, bima nuk ka shkaktuar as një shqetësim, as një irritim, qoftë në drejtim të sistemit gastrointestinal, qoftë në ata që kanë pasur për shembull pagjumësi e kështu me radhë. Mund të ndërveprojë me antikoagulantët dhe ilaçet për tensionin. Nuk duhet përdoret gratë që janë shtatzane dhe nëse do të kemi ndonjë person që është shumë alergjik, bëjmë mirë që nëse duam të testojmë trumzën e julianit, të veprojmë në këtë mënyrë. Mbasi e kemi përgatitur si çaj, të marrim në fillim të lagim një pjesë të lëkurës dhe të presim 15-20 minuta reagimin e organizmit. Nëse kjo do të na japi efekte qetësuese, atëherë çaji përdoret plotësisht edhe për tupir, edhe për shplarjen e lëkurave të irrituara. Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni për sot. Bimën që unë ju shpjegova, duhet ta kini me të vërtet
pa diskutim të pranishme në familjen tuaj. Mirupafshim në emisionin e radhës tjetër.